Përshëndetje, mirëmbrëma. Po presim vetëm edhe pak, derisa njerëz ndoshta të shtohen, edhe të fillojmë ka dalë një live bashk, ku do të jemi bashk për disa minuta, që të flasim për një temë, për cilën ndoshta kemi folë tash ndërkohë, po prapë se prapë, do hym pak ma thellë, me disa për juve, veç njihemi që një kohë gjatë, jemi bashk në meditime, jemi bashk në sesione, njihemi edhe në formë shoqërore, familjare, po sonte pata dëshirë që të mbledhemi bashk, nëse keni edhe pyetje rreth kësaj teme. Tema patjetër që është shumë bazike, shumë e thjeshtë, po që është baza se si të fillojmë rrugtimin e ri të njohjes së vetes, se të njoh veten muj me kontribu shumë a shumë edhe në botë, po mbi të gjitha ta kuptojmë rëndësinë edhe vlerën e asaj sepse jemi në këtë jetë. Tema për sonte është si të fillojmë punën me veten, sepse është njëna prej temave që mu personalisht gjithmonë më zhduk interesante kur e kom dëgju edhe kom thonë çka është kjo me punu me veten. Po i presim vetëm edhe pak njerëz. Antigona, përshëndetje, mirë se vini, po shpresoj që thjesht keni me marrë përgjigje, keni me pas një natë, një mbrëmje relaksuese, edhe keni me shiju. Kjo është edhe qëllimi jam. Ndoshta tu jap sqarime shumë thjeshta, shumë bazike, gjëra të cilat na ndihmojnë që në jetën tonë përditshme të integrojmë edhe t'i marrim si praktika. Po shpresoj që jeni mirë, disa për juve e di që veç jeni të integruar në meditim, po prapë se prapë përsëritja e gjanave është shumë e rëndësishme, kështu që jam shumë e lumtur që po ndajmë kohë dhe të jemi bashkë. Po pres vetëm edhe pak, edhe po nisim, po e shoh numrin e njerëzve të interesuar, kështu që jam shumë e lumtur. Unë kam gjithmonë një thënie që tham, për mua ka shumë rëndësi jo me punu ndoshta veç me një njeri, po me punu me një grup njerëzish, për shkak se ai grup pastaj të paktën unë ashtu mendoj, i shpërndan ato informata edhe në shtëpi, edhe kështu shkojmë si shoqëni, si komunitet, zhvillohemi dhe avancohemi edhe më shumë. Atëherë, po ja nisim kadalale, për shkak se funksionojmë pak kështu si gjermant me këtë punën e orës, prandaj po fillojmë kadalale. Mirë se keni ardhur, kushdo që shtohet, çka do që ka shtesë, pastaj japim informata. Sot është takimi jon i parë live, po jo takimi jon i parë sa i përket temës së meditimit, të sesioneve të meditimit. Bashkë kemi taku edhe në sesione live, edhe në sesione online, jemi taku në vendet të ndryshme, edhe në temat të ndryshme. Arsyeja sepse po kam dëshirë që të shpërndaj sa ma tepër informata rreth zhvillimit personal është që personalisht për veti më ka ndihmu shumë që çdo sferë e jetës pastaj të merr komplet një rezultat tjetër. Kjo nënkupton që thjesht nëse punoj me veten, jo me sforcim, po me shumë qetësi, me shumë paqe, çdo ditë nga pak, atëherë kemi me pa benefite dhe të mira në çdo sferë të jetës. Rëndësia e punës me veten është shumë e madhe, sidomos nëse jemi të vetëdijshëm çka është puna me veten. Prandaj sonte do të ndaj informata të cilat janë shumë praktike dhe shpresoj që do t'ju hyjnë në punë të gjithëve. Kur kam fillu me punën me veten, mendojsha që duhet me ditë shumë gjëra, duhet me lexu shumë gjëra, duhet me fillu me e shkput komplet rrjetin shoqëror, edhe me vazhdu me gjëra të cilat janë komplet të reja. Ndërsa gjatë rrugës e kam kuptuar që me mjetët që i kemi, me shoqërinë, me rrethin, me dituritë aktuale që i kemi, mundemi me arrit, me u ngrit nalt e manalt. Çka i bjen kjo? Që rrethanat, situatat, shteti ku po jetojmë, gjithçka çka për momentin është të na ndodh në jetën tonë është e duhura. Nuk ka diçka gabim. Vetëm se thjesht na duhet me e pa se çysh po na përshtatet neve, edhe me e pa me nxjerr më të mirën prej saj. Për shembull, je në një vend pune që ndoshta për një kohë të gjatë nuk po ndihesh mirë. Pse po tham është i duhuri? Është i duhuri sepse është të ngacmu, është të prek, ndoshta edhe po të kalon në dhimbje, që me të ngjall për një gjumi që zakonisht është në numër shumë të madh të njerëzve i shprehur ky gjumi kolektiv, është të shkund, është të jap sinjal që me i ra vetes mas që me mujt me dal
ndoshta për një profesioni që nuk po të pëlqen. Kjo nuk do të thonë që tash duhet me qëndru në vend, mos me lëviz, po është momenti i duhur që ti me vazhdu në një hap tjetër. Prandaj po them që aty ku je, me njerëz që je në vendin e duhur, me i marr mësimet dhe me pas mësime me nxit natë më lart. Kështu që puna me veten personalisht e preferoj me fillu me hapa shumë të vegjël. Unë ndoj në 3 pjesë. Na si qenie njerëzore funksionojmë në 3 dimensione. Dhe shpesh herë, përqindja e madhe e njerëzve mendojmë që funksionojmë vetëm në një dimension, në ato fizik. Do me thonë, nëse hajmë, pim edhe jemi shnosh, atëherë jemi në rregull. Por realisht, po e shohim që mbrapa pasaj, po ka edhe shumë dimensione tjera, po ka edhe shumë gjëra tjera, të cilat po luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë. Unë jashtoj edhe 2 faktorë tjerë, jo veç faktorin fizik, jo veç me këshyr, a kom hangër, a kom pi, edhe apo muj vetëm me flajt, po me këshyr edhe pak ma thellë, se si po nina në përditshmëri, se si po flas, se si po mendoj, se si po e kam rrjedhën e jetës. Do me thonë momentin që na po e shohim që nuk po përmbushemi vetëm me hangër, me pi, edhe me një vend pune, për një kohë të gjatë është fjala, sepse ankesa dhe çka do qoftë mund të kemi gjatë krejt kohës, po e kam fjalën gjana të cilat e kia të ndjesinë sikur ma thjesht nuk po të përmbush, nuk po je i kënaqur me pak, atëherë unë aty në njerëzve ju tham urime, për shkak se e ke kuptu, ke fillu pak me u zgju prej atij gjumit kolektiv, edhe thjesht je të dash me kalu në një nivel pak më të lartë. Çka nënkupton kjo në një nivel pak më të lartë? Nënkupton që thjesht me kërku pak më tepër nga jeta. Çka është kjo me kërku pak më tepër nga jeta? Thjesht me ngrit veten në një pikë që jo gjithçka varet vetëm nga bota materiale, po është edhe ana jonë shpirtërore. Atëherë na ngjallat edhe dëshira me kontribu pak edhe për vendin, na ngjallat edhe dëshira me ndihmu njerëz përreth. Po të njëjtën kohë na ngjallat shumë dëshira që me shpalos një potencial tonin edhe pak më lart, edhe pak më shumë. Prandaj, përveç trupit fizik që ka shumë rëndësi, hapi i parë i njohjes së vetes, i punës me veten, është trupi fizik. Kjo nuk kanë shkalohet. Tash e jap për secilin e sqaroj pse. Hapi i dytë ose pjesa e dytë e rëndësishme është ana e mendjes. Mendja jonë është instrument tepër i rëndësishëm. Mundet me shkatërru gjithçka nëse përdoret në formën jo të mirë të mundshme, me mendime, me çka do qoftë, të formës jo të mirë, dhe në anën tjetër mundet me bë mrekulli. Për shkak se gjithçka që ne mendojmë e krijon realitetin tonë. Provoni vetë në trup. Unë kam një shprehje që tham, mos më besoni mua çka fole, thjesht ju provoni në trupin e ju. Për shkak se secili e kemi forcën me provu gjanat në trupin tonë, se si po shkojnë, se si po funksionojnë. Kështu që provoni në trupin e ju. Provoni me vëzhgu veten se si po mendoni. Do thotë trupin fillimisht, apo e mirëmbaj trupin, apo jam i vetëdijshëm gjatë ditës, se si po ndihna në trup e kështu me radhë. Mendjen, çfarë mendime po kam gjatë ditës, dhe e treta, aspekti shpirtëror që po e diskutojmë pak më thellë në fund. Po kthejnë edhe një herë te trupi, si me punu me veten, si me u bë i vetëdijshëm. Esenca e punës me veten është me u bë 100% i vetëdijshëm në momentin e tanishëm. Janë 3 dimensione, e kaluara, e ardhmja dhe e tashnja. E kaluara na mban në ngërçe, në trauma, në çka do që ndoshta kemi përjetuar në të kaluaren, ose mundet me qenë edhe inspirim për të ardhmen. Thjesht nëse gjithçka që kemi përjetuar nuk e shohim vetëm me dhimbje, po e kthejmë edhe e shohim si motiv se është ka një mësim i cili është jap nëpërmjet situatave, ngjarjeve, njerëzve ose çka do qoftë. Do thotë, bëhemi më të mëdhaj se çajo ndjesia që ndoshta na kalon e kaluara, ose një vend i punës, ose një lidhje, ose çka do. E shohim me synin e nxënësit, jo me synin e frikës. E ardhmja pastaj na krijon po ashtu një frikë, nuk ja dal, ose dëshirat tona janë shumë të mëdha ose çka do qoftë. Ndërsa çka po harrojmë me jetu në të tashmen. Çka nënkupton me jetu në të tashmen? Gjatë ditës me ndjet trupin, thjesht me përqafu veten në çdo moment që je. Çka nënkupton me përqafu veten? Jo patjetër vetëm fizikisht, edhe pse edhe kjo ndihmon goxha shumë, po me përqafu veten me qatë formë të trupit që e ke, me qatë mënyrë se si je i krijuar, me shenjat, me njollat, me gjithçka që i ke të natyres, me pranu veten. E di që jetojmë në një kohë ku gjithçka po është ndoshta shabllon. Dhe
automatikisht kjo na lidh te tema aspektit shpirtëror. Edhe sytë ton, edhe vetullat, edhe durët ose pjesët e trupit nuk janë të njëjta. Dy durët dallojnë për njëra tjetrit, gishtrin dallojnë për njëri tjetrit, sytë dallojnë për njëri tjetrit. Shenjat e gishtave nuk i kemi të njëjtë askush. Fjollat e Deborës nuk janë njëjtë dhe asnjë nuk mundesh. Nëse merr, asnjë nuk është identike. Do thot edhe zoni i njeriu me askënd në botë nuk është identik. Kështu që kjo është një shenjë komplet që gjithçka në univers është unike. Dhe përderisa është shenjë prej krijimit që gjithçka është unike, atëherë pse provojmë me qenë shabllon? Që kjo shkputje që pastaj po bëhet, që po provojmë me qenë shabllon, bota po shkon kështu, ky po bën kështu, kjo po bën kështu, është patjetër duhet me u duk kështu, ose çka do të thotë, që kjo e bën çat shkputjen. Dhe çka është ajo shkputja që po lidhemi shumë vetëm se si po dukemi ndoshta, se si po lojmë përshtypjet e bota jashtë dhe po harrojmë që lidhja me veten është komplet çelësi çdo gjëje. Kur e pranojmë veten për gjendjen unike që e kemi brenda, për mënyrën se si flasim, për mënyrën se si sillemi, për atë për çka dhe kemi ardhur në këtë jetë, atëherë automatikisht krijohet një vetdashuri. Dhe kjo vetdashuri pastaj na ndihmon shumë që me pyet veten çfarë profesioni po du me pas, me çfarë njerëz po du me u rrethu, çka po du me kriju një jetë. Sigurisht keni dëgjuar për manifestimin e gjanave, ato gjana krejt ekzistojnë. Por nuk mundemi me kriju një jetë të re, nëse realisht hala jemi të kapun edhe të mbllokku mas një të kalume, ose kemi komplekse se çka po bën shoqëria do të bëj edhe unë. Jo patjetër nevojat që i ka dikush tjetër i kemi edhe ne. Kështu që duhet me shiku të puna me veten se çka realisht për mu është mirë, për fazën që jam, çka është realisht mirë për mu. Po kthejna prap të gjendja e trupit. Nëse gjatë ditës e vren veten me shumë ngarkesë, nëse që sot po do me fillu, se ke idenë çka është puna me veten, atëherë unë fillimisht pam që fillo edhe vëzhgoje trupin tënd, apo e ndjen një energji shumë tron. Kur është hera e fundit ndoshta që ke bën një aktivitet fizik. Nuk është veç pse është në modë me shku në fitness ose me bë aktivitet fizik, po është diçka që e kërkon trupi jon, na jemi komplet energji. Dhe momentin që na rrim pasiv, është sikur uji kur rrin në një vend, ai dikur kthehet i vjen era, ose nëse është një ujë i cili nuk po rrjedh dikur kthehet në moçal. Njëjtë është edhe me trupin, gjithçka që shohim në natyrë realisht e kemi edhe brenda trupit. Kështu që, te aktiviteti fizik, shiko këshur integro diçka, nëse nuk po ndihesh mirë, thjesht nuk po mundesh as një buzëqeshje, as një qeshme realisht me dal prej zemrës, atëherë te trupi që mundesh me bë është fillon mëngjes si të zgjohesh. Kjo puna me veten, si të zgjohesh në mëngjes. Hala pa fillu ajo lavatriçja e mendimeve, thjesht fillon me do shkundjet e trupit. Fillo me falenderimet, me mirënjohje. Çfarë falenderime, çfarë mirënjohje? Që pate mundësi me flajt, që po ki mundësi me e pi një gotë ujë, që pate një shtrat, që pate një jastak, që ndoshta po ki dikënd me i thonë mirë mëngjes, që ndoshta po e ndjen diellin, ose gjana shumë të vogla. E di që jemi në një botë që po na mësojnë, ose në fakt na veten e lejojmë me mësu, që është klishe. Gjithçka çka po dëgjojmë është klishe, nuk është klishe. Vetë fakti që jemi largu kaq shumë për këtyne gjanave bazike, për këtyne rutinave që janë realisht të mrekullueshme, tregojnë sa shumë pastaj dhimbje po ka të njerëz, sa shumë shkputje po ka. Dhe gjithmonë po është pyetja që ekziston diçka më e madhe, ekziston një sekret, ekziston një diçka që mundet më na ndihmu, po bëhet më shef. Nuk ka kur gjë më shef. Gjithçka, jemi në shekullin që informatat janë, momentin e parë që e hap telefonin janë të gjitha informatat. Po çelësi që ndron me ditë si me i përdor ato informata. Dhe si me i përdor lëviz, aktivitet fizik. Si ta vresh trupin, komuniko, do të më mësu gjuhën me trupin ton. Dhe si mësohet gjuha me trupin ton, e para është aktiviteti fizik. Gjeje një forma, është fitnessi, është yoga, është ecja, është vrapimi, është një litar merre mbajën banesë në shtëpi, edhe thjesht vetëm bëni disa lëvizje, është thjesht jetu gatu, jetu bë diçka në shtëpi. Thjesht
veç lëviz dhe trupin, në shohë një muzikë që është ma relaksuese, ose çfarë do që ty të pëlqen dhe ndije trupin, ndije këtë kohën trupin në lëvizje. Kjo do të thotë është me qenë i vetëdijshëm ndaj trupit. Po e vreni, po e ceki me qenë shumë i vetëdijshëm. Nuk kërkon diçka më shumë, kërkon vetëm me pas vetëdije maksimale në momentin e tanishëm. Që mos me udhëtu gjatë këtë kohës në kalumen të ardhmen, e momenti i tanishëm, në këtë moment krijojmë me u zhdu komplet. Do thotë, puna me veten fillon në momentin e tanishëm. Nuk ka as vonë, as herët, nuk ka. Do me thonë, qatë moment që ti ndihesh gati me punu me veten, me këty sytë ka vetja, kanë me ardhë informata. Do shta nëpërmjet këtij sesioni, do shta një libër, një shok, një shoqe. E rëndësishme është me qëndru i hapën për ato informata dhe informatat vinë. Pastaj çdo ditë nga pak, sepse pastaj është edhe një gabim tjetër që njerëz mendojnë, ndjekin një sesion, lexojnë një libër edhe kaq, nuk po funksionon. E vërtet, edhe unë tham që nuk funksionon, sepse kujdesi ndaj vetes, as nuk po du me qujt ma punë me veten, kjo është kujdes nga i vetes, kjo është lidhje me natyren, kjo është lidhje me formën se si jemi kriju, edhe se si mundemi me vazhdu tutje jetën, prandaj lidhja me veten let mbetet si mënyrë ose formë se si na e bëjmë lifestyle, do më thonë çdo ditë qysh punojmë me to. Tu janë nis prej mëngjesit, prej falenderime, prej mirënjohjeve, ama të ndjera thellë. Pastaj po kalojnë në nivelin e dytë që është mendja. Hapi shumë i rëndësishëm dhe pak më i vështirë se çdo hap tjetër është kjo puna me mendjen. Në fillim mundet me ju kriju pak konfuzion, se thu qysh unë e di çka mendoj, pse unë po dashka me analizu mendimet. Ka shumë rëndësi me analizu, me i kqyr mendimet. Si kur e kqyr një njeri që po flet, provoni me i kqyr mendimet e juva. Nëse po doni me ndru diçka në jetë, nëse po doni me ndru mënyrën qysh ndiheni, atëherë do të me ndru mënyrën se si mendoni. Sepse si mendojmë, kemi me kriju ndjenja në trupin ton, emocione. Ashtu si ndihemi, na marrim një vendim, se si me vazhdu tutje. Ashtu si marrim vendimet, na rrjedh jeta. Dhe prandaj hasim të shumë njerëz që thojnë, kur gjë nuk po funksionon, asgjë nuk po shkon mirë, jeta jam është krejt njëjtë, e vërtet. Jeta është njëjtë sepse mendimet e njëjta po të binë të rezultatet e njëjta. Prandaj hapi i dytë, puna me mendjen, nënkupton që me e vëzhgu mënyrën se si po mendon. Nëse ke të vështirë me e vëzhgu, atëherë mundesh me marrë një fletore, me i parashtru disa pyetje, ku aty shënon çka mendova sot, ose çka po mendoj, ose në notes në telefon. E gjatë krejt kohës e vëzhgon veten. Dhe unë po ja përgjigjen pa e shiku jo veten se çka po mendoni, 60 deri në 70.000 mendime të njëjta brenda ditës. Do thotë ka zbulime, ka gjana të cilat tregojnë qartë që 60.000 deri në 70.000 mendime janë të njëjta në mendjen tonë. Ashtu si çka mendojmë, ashtu edhe kemi rezultatet. Keni një shumë raste që thojnë bashkë që gjë e mendova dhe kjo edhe merr. Kështu që provone dhe keni me i vrejt se si mendimet e juva, mendimet tona realisht e përsaktojnë komplet gjendjen se si një jemi. Nëse nuk na pëlqen diçka të mendimet, atëherë shkruaje, identifikoje. Unë po mendojsha në këtë formë, edhe automatikisht diçka që nuk po të pëlqen, nuk po tham për ato gjana që na pëlqejnë, na sante po flasim për gjana që po dojmë me ndru në jetën tonë, automatikisht momentin që nuk të pëlqen diçka, shkruaje anash, si po du me mendu për këtë çështje. Për shembull, nëse kemi mendimin që kjo ma e famshme a mëndshme, në këtë vend nuk ka kur gjo. Realisht, të ndru vende të punës, profesione ose shtete, edhe unë para shumë viteve kam mendu që në këtë vend nuk ka kur gjo, në një profesion që e kam pas nuk ka kur gjo, në çka do qoftë që jeta më ka pru, nuk ka kur gjo. Dhe, kur janë rru profesionet, kur janë rru puna, kur janë rru njerës, kur janë rru çka do në jetën tem, nashta 2-3 javë të para, ndryshim, po, mas asaj, gjendja emocionale e njëjta. Dhe, unë sonte po e ndoj këto personale temën, por realisht me kënda që takona, nëse nuk punon me veten, e vrej që
thellë në vete nuk e ka të qartë qyshën e kreti arrita çka doshta dhe prapë ndihna njëjtë. Përgjigja është sepse na nuk e kemi nru gjendjen brenda, mendimin, pamjen, pasqyrimin që po na jep nga jashtë nuk e kemi nru. Çka nënkupton që kudo që shkojmë, na vinë situata rrethana që na validojnë, na vërtetojnë gjendjen cilën jemi. Për shembull, një punë e njëjtë që e bëjmë në Kosovë dhe në një vend tjetër, tash këtu dallon prej branshit në bransh, po prapë se prapë, nëse na nuk e ndrojmë qasje ndaj një pune, ndaj një kolegu, shefi ose çka do qoftë, atëherë edhe kur ndrohet puna, mas 2-3 javë ose një kohë shumë shkurt, prapë shefi njëjtë, rrethonat e njëjta, vetëm me një fytyrë tjetër, vetëm me një ngjarje tjetër. Për shkak se brenda na e kemi një lloj lëndimi, një lloj ngjarje të krijuar që momentin që hasim te dikush tjetër ose diçka tjetër, fillim mundet me udhëzoq që u shëru, u rregullu puna me shefin ose kolegon, po që realisht gjanat tërhiqen varësisht se si na nihemi brenda. Kjo është shumë e lehtë edhe pikërisht na ndodhin jetë gjanat që friksohemi më shumë dhe prej tyne. Pikërisht nëse vazhdimisht friksohemi, kam një smundje të caktuar ose mundem me u smu ose çka do qoftë, pikërisht ato rrethana i tërheqin. Kështu që unë sonte po i përmendin në formë pak ma sipërfaqësore, po gradualisht në sesionet e radhës kemi me hy edhe ma thellë. Po i besoj fuqishëm e jetoj çdo ditë mënyrën se si mendojmë, ashtu kemi me pas jetën. Kështu që ta provojmë që këtë instrument, këtë mendje që e kemi, me cilën mundemi me kriju pafundësisht shumë gjana, dhe të njëjtën kohë me shkatru gjithçka, ta provojmë, ta përdorim në formë më të mirë të mundshme. Ka njerëz që nxjerrin profesione, nxjerrin gjana të mrekullueshme edhe nga mjetet e cilat janë ndoshta fare të vjetra. Pse? E kanë përdor mendjen, e kanë përdor aftësinë e tyre mentale që më u bë kreativ edhe nga gjana që dikush ndoshta i hudh. E mora një shembull shumë të thjeshtë që në çdo situatë ka mundësi që me nxjerr verzione edhe më të mira, më kreative të mundshme. Dhe anën tjetër, edhe komplet gjithçka me qenë rregulluar, nëse e përdori mendjen në mënyrë shumë negative, shumë në energji të ulët, me biseda që ndoshta nuk rezonojnë me rritjen tonë, atëherë komplet nga mënyra si mendojmë edhe me krejt mjetet e mundshme me i pas, prap nuk kemi me ditë me i shfrytzu edhe prap kanë na ik gjanat prej dore. Ndërsa te pika e tretë, që po ashtu ka shumë rëndësi dhe që evrej që jemi kogja të shkputun, e kuptoj pse jemi të shkputun për shkak se përditshmëria, bota, dëgjojmë luftra, gjana, gjithçka për rreth, është një trend jashtëzakonisht interesant, po që jam e vetëdijshme që kur s'ka me unal, gjithmonë ka me pas gjanat e tilla dhe prandaj secili e ka obligim me kthy syt ka vetja me punu me veten edhe paktën i ndryshime bë brenda rrethit shoqëror, brenda familjes, për shkak se ndoshta ndryshime botërore nuk muj me bë. E nëse i kthejmë syt vetëm te frika se çka po ndodh me botën, me tentu me friksu veten vazhdimisht gjatë krejt kohës, atëherë më merr mendja që kemi u bë një person më shumë i cili nuk po jeton në vetdije të plot në momentin e tanishëm. Kështu që kjo pika e tretë që ka të bëjë do thot me shpirtin, jemi të diskutu 3 bazat kryesore se si me punu me veten, e përmendëm trupin, lëvizje, aktivitet fizik, momentin që e shohim që ka ra energjia, me lëviz, me dal, tash është koha pranverës, me shiu diellin, me qenë falënderues për gjithçka që kemi për rreth. Pastaj e patëm mendjen, me vëzhgu veten vazhdimisht çka po mendojmë, a janë mendime rritse, a janë mendime që po na mbajnë në energji të ulët, a janë mendime që po i shërbejnë rritjes tonë apo jo, a janë mendime që realisht po du me i pas në jetë, apo po du thjesht me i bë të vetëdijshme, sepse më bën mend asgjë nuk ndryshohet, po nuk u bë fillimisht të vetëdijshme. Momenti që bëhet e vetëdijshme që hey, unë i kam këto mendime tash 20 vjet, tash 30 vjet. Për shembull, mendimin kjo punë nuk funksionon, kjo situatë nuk funksionon, kjo nuk zgjidhet, ose kjo sëmundje nuk shërohet, ose çka do të qoftë, atëherë ta provoj në një formë tjetër. Në atë formën tjetër tash japim shembuj se si mundemi me provu. Për secilën pikë do t'japim shembuj se si mundemi me nrut qasjen që kemi ndaj tyne. Dhe pika e tretë është aspekti shpirtëror. Mos harrojmë që nuk jemi vetëm trup fizik,
sidomos nga shkenca aktuale, jo vetëm nga shkenca, por edhe kur ta mendojmë kështu, aspekti jon me shqisat tona shohim një përqindje shumë të vogël. Dhe me thonë, botën fizike, na sa kemi aftësi, me pa me synin e lirë, është e vogël. Kjo nënkupton që ka shumë gjana, të cilat na nuk jemi të vetëdijshëm as që ekzistojnë. Çka nënkupton kjo? Që ka fuqi, ka ide, ka gjana që nështë po presin që na me rrit kapacitetin tonë trunor, me gjet ide, me gjet mundësi që me punu sa ma shumë e vetën që me mujt me shërby edhe në botë. Për shembull deri vonë nuk kanë ekzistuar këto zbulimet e fundit që janë bë. Qysh janë ardhur këto? Këto kanë ekzistuar në fakt në një fushë kuantike, në një dimension më të lartë, kanë ekzistuar gjithmonë. Po, njeriu të e përdor mendjen e tij ka arrit edhe me i kap më shumë. Për shembull telefoni ka ekzistuar edhe para se me dalë në treg ose me ardhur si ide. Po, nëse një person ka punu me mendjen e tij atë shumë, ka arrit me e pru pastaj në realitet fizik. Po, do të flasim në një sesion tjetër për këtë pjesë. Ndërsa, te pika e tretë, se si me u lidh më shumë me veten, se si me punu me veten, është kjo çështja e botës sonë shpirtërore. Unë do t'i jap disa shembuj shumë të thjeshtë, të cilat janë shumë lehtë me u praktiku. Çka nënkupton? Kemi gjuhën shqipe gjuhë tepër të bukur, tepër të ndjerë, kur i thojmë fjalët i nim shumë thellë, shumë pak gjuhë të botës e përcjellin energjinë edhe emocionin sikur gjuha shqipe. Prandaj sa më shumë me i përdor fjalë pozitive ndaj vetes. E di që është ky trendi që po fol pozitivisht, ndërsa realiteti është ndryshe. Atëherë provojmë pra me jetu vetëm në një botë ku gjithçka është vetëm negative. Kemi me smu veten, kemi me shkatru njerëz për rreth edhe nuk kemi me shku kërkon. Kështu që lidhja me anën tonë shpirtërore ka shumë rëndësi të ja nis prej hapave të vegjël. Të qenë falenderues. Po shihni gjithçka po lidhet të qenë falenderues për një gotë ujë, për një familjar, për një mundësi që na është ofruar në punë, për një takim me një person të ri ose çka do qoftë. Po ashtu unë e përdori jashtëzakonisht shumë dhe jam shumë e lumtur që e kemi mundësinë me përdor secili prej neve është pa kosto lutjen. Ju krijoni lutje, ju krijoni forma që është më e mirë për shpirtin e ju. Ju krijoni mundësi se si ju me i fol shpirtit ju. Secili trup, secili njeri duhet me mësu me i fol shpirtit vet, me i fol trupit vet, me i fol mendjes vet. Para se me mësu me ju fol të tjerëve, na mësohemi, kemi kujdes si po reagojmë, si po flasim ndaj njerëzve, si po na shohin njerëz, e harrojmë me i fol vetes, me dash veten, me përkthel veten, me ledhatu veten, me i ofru kohë, me i ofru hapësirë vetes. Kështu që te aspekti shpirtëror ka të bëjë shumë lutjet, falenderimet, mirënjohjen, nëse besojnë në fuqi më të madhe se sa ekzistenca jonë, në këtë rast Zotin, universin, krijuesin, është një lidhje jashtëzakonisht shumë e fortë, shumë e rëndësishme. Pse po e hapi si temë është që shumë gjëra në jetë na me mendjen tonë mendojmë që janë ose nuk janë të duhurat. Por realisht në aspekt shpirtëror, në aspektin e rritjes tonë si njerëz, gjithçka në jetë është e duhurat. Çdo person që e kemi pas, e kemi ose do të vjen në jetën tonë, është i duhuri. Çdo situatë, çka nënkupton kjo, është i duhuri. Nënkupton që gjithçka në jetë mësojmë mbas rrethonave dhe njerëzve që i kemi për rreth. Nëse kishim jetuar vetë, atëherë nuk është që kishim mësu diçka, nuk është që e kishim pas një eksperiencë. Prandaj ndodhin situatat, gjanat, çdo gjë për rreth nesh, në mënyrë që na të kemi mundësi të marrim mësimet edhe të ngritemi në një nivel nalt e manalt. Nëse dikush ka pyetje, nëse dikush ka diçka që ka dëshirë me pyet, e di që po i shoh disa njerëz janë edhe tri këto, ndoshta është hera e parë që po dëgjoni për këtë temë, çka do të keni mundeni me pyet. Unë sonte po jam pak më sipërfaqësore te kjo, dhe unë po vazhdoj, po jap informata shtesë, por nëse dikush ka pyetje, mundeni me pyet lirisht. Tash po jap pak rekomandime, ndoshta çka mundeni për secilën pjesë. I përmendëm 3 pjesë që mundeni me punu me veten, që me mujt me kuptu çka është
që kjo lidhja, që kjo afërsia me veten. Dhe thotë e para ishte trupi, tham aktivitetin fizik me integru gjatë jetës së përditshme. Çka do që është për juve aktivitet fizik? Mirë kish qenë që zemra ju brenda ditës pak të njëherë me një rrohmen më të fuqishme. Ose është vrapi, ose është fitnesi, ose është një ecje më e shpejtë. Do thotë trupi ju me një energji pak më të madhe. Kjo kish qenë e mirë. Pastaj te aspekti i mendjes, po e lo si rekomandim që të merrni një fletore, të vëzhgoni mënyrën se si po mendoni, të mënyra se si po mendoni, pastaj të shënoni afirmime. Që kjo çështja e afirmimeve, ta jap një sqarim të shkurt sepse është pak e keq kuptuar. Afirmimet nëse nuk ndihen, nuk rroll e vështirë mund me funksionu. Çka nën kupton kjo? Çdo fjalë që e thoni, edhe nuk e nin me tërë qenjen, me tërë trupin, atëherë ajo automatikisht është sikur mos me e thonë. Në fakt, nëse nuk e nim hiç, ka njerë veç e nin vetën të e thonë, të krijon pak si një presion. Ndërsa edhe një temë që ka shumë rëndësi te puna me veten, është që kur filloni me punu pak ma thellë, me njoft veten, me pyet veten si po ndina, si po flas, si po reagoj ndaj situatave në jetën e përditshme, ka shumë rëndësi me vëzhgu edhe anën emocionale. Fatkeqësisht shtypet shumë kjo ana emocionale, s'ki nevojë me ndjej, je shumë i ndjeshëm, nuk po mundesh me i përballu gjanat ose çka do qoftë, atëherë mos i shtypni. Filloni ka dale mit bëhet e vetëdijshme. E tham pak më herët, gjithçka që bëhet e vetëdijshme, gjysa e punës është e krime. Sepse realisht dhimbjet e mëdha që i nim, dhimbjet emocionale e kam fjalën, janë për shkak se ne as nuk jemi të vetëdijshëm çka ka ndodhur. Ti thu kredi kam, shumë mirë gjithçka po më shkon, po unë diçka po nina zbrast. Arsyeja pse po nihemi zbrast është që kur nuk i kemi kthy ndoshta syt nga gjendja jonë emocionale, kur nuk i kemi kthy syt nga pyetjet pak më të thella. Do thotë është një jetesë pak në sipërfaqe. E kuptoj që jemi në një botë materiale dhe është mirë të kemi pasuri, të marrim profesione dhe gjithçka tjetër, ato e bëj edhe vet. Bilin jemi në shekull që është pak gjuna mos me ditë me i shfrytzu që me i marrë sa ma shumë të mira që na ofron kjo jetë, po që me botë e vetëdijshme që të anën emocionale është shumë e rëndësishme. Aty pastaj dalim te një temë tjetër që ka të bëjë me fëminën brendshëm. Çka nën kupton kjo fëminë brendshëm, do ta flasim në një sesion tjetër. Ka trauma, ngërçe, komplekse që janë marrë qysh në fëmijëri. Më duk që e pash edhe një pyetje që ka diçka më duk me fëmijërinë, kështu që më i lidh edhe do thot puna me fëmijën e brendshëm ka të bëjë me gjëra që janë instalu prej moshës 1 deri në 7 vjeçare, po jo patjetër mundet edhe në një fazë ma vonë në jetën tonë, kështu që momentin që i bën vetëdijshme çato ndjesi, unë po ndihem kështu. Çdo herë kur dikush po e përmend këtë temë, diçka po mprek mu brenda. Kjo është do të thotë vetdije. Kjo është hera e parë që ti po e bën vetëdijshme dhe pastaj nuk e kthen më gishtin ka tjetër me thonë ky po mguc ose ky po më thot kështu, po kthehesh e thu pse mu po më pengon. Do me thonë, nga ky sesion, nëse arrini çto më e marr, pse mu po më pengojnë rrethanat, pse mu po më pengojnë njerëz. Dhe jo me thonë, patjetër ky gjithmonë po ma bën kështu, ky shef kështu, ky koleg kështu, partneri kështu, partnerja ashtu, po e kthen ka vetja, pse mu po më pengon. Unë tash nuk po tham mos me vendos kufi, ka kufi të shëndetshëm, jo ashtu egër, jo të frustrum, po disa kufi të cilët ose një bisedë sinqert, një bisedë drejt për drejt, që hey, ndoshta mu s'po mban me unë mirë kjo bisedë, kjo mënyrë që ti po qasesh, çet shumë gjona në pa, po prap, ju patjetër gjithmonë me reagim ashtu të egër, të vrasht nga bota jashme, kur brenda nesh në mënyrë konstante mbi një temë të caktuar, po na pengon diçka. Kështu që paralel me mendimet, me i vëzhgu edhe emocionet. Dhe qelsi i shërimit të trauma ose komplekse ose çatyne dhimbje, çatyne triggers gjatë ditës, është në çat moment që të vjen, mos me reagu. Mos me kthy me njëherë përgjigje. Mos me kthy me njëherë reagim, po nxanë veten, thuj, ky emocioni, ky mendimi, ky ngacmimi. Unë nuk po tham
në të ardhmen mos me reagu nëse ti tani e vren që hey jo, që du të me vendos kufi, du të me fol me këtë njeri dhe me qit një kufi, po nëse është diçka që ti po e vren që ka të bëj me një lëndim të ndin brendshëm, atëherë nëse nuk mundesh vetëm me mendje me analizu, shkruaje. Kur dikush po e thot këtë mënyrë kështu, këtë temë po e hap, ose po e një edhe një melodi, edhe të ngjall diçka brenda, një bisedë thjesht ngjall diçka brenda, atëherë ulo dhe puna me veten. Kjo është puna me veten. Puna me veten nuk është diçka tjetër, nuk është diçka e pakapshme. Është realisht puna që e ki me vetveten dhe jo me botën jashtë teje. Dhe kur e rregullon punën me botën brenda teje, gjithçka për rreth ka me marrë një kuptim tjetër. Duket filozofike, po në fakt është shumë praktike. Sepse kur i rregullojmë gjanat me veten, kur i identifikojmë çto mini nxitje që na bëhen në jetën e përditshme, atëherë dim edhe me vendos kufi, dim kur me thon po, dim kur me thon jo, dim me respektu atë po edhe atë jo. Dhe kështu gradualisht pastaj kalojmë nivel nalt e manalt, emocional, psiqik, mental, trupor dhe çka do qoftë. Te kjo pastaj krijohet një vedije që ti gjatë ditës veç e sheh veten edhe e identifikon, tash ky mendim, tash kjo ndjesi, kjo më pengoj, si mundë me punu, jo me njëherë me reagu, po si mundë me punu me veten brenda, që me mujtë pastaj me qenë reagimi maj qartë dhe me vedije më të lartë. Ndërsa, po e shoh një pyetje, jam 16 vjeç, me bullizojnë e shkollë, një këshill lidhur me meditimet. Okej, do ta kemi edhe një sesion për këtë grup mosh. Unë tash nuk po e di shumë, po jap një përgjigje nga këndvështrimi i jam lidhur me këto. Bullizimi, sidomos në këtë mosh, është shumë i shfaqur. Unë çka të rekomandoj me bë është që të bësh i vetëdijshëm që ti nuk je realisht ato fjalë që njerëz po t'i thojnë. Ti nuk je realisht ai person që njerëz po pretendojnë që je. Nëse ti reagon gjatë krejt kohës ndaj atyne gjanave që ata po t'i thojnë, ata veç kanë me shtu dozën e asaj. Kështu që ndoshta me bashkëbisedu me prind, me arsimtarët, thjesht me pas një bisedë pak më thellë, ose sa më pak që ju jep vëmendje dhe ti brenda përsëritja vetes gjatë këtij kohës, unë nuk jam këto fjalë që këta po i thojnë. Unë nuk jam ky person ndoshta që këta po thojnë. Dhe ti me kriju çdo ditë një relacion me veten. Këtu ndihmon patjetër meditimi, çfarë mundesh me bë, sonte do ta kemi një meditim shumë të shkurt, dhe mundesh janë edhe disa që i kam në YouTube, po edhe nëse fare nuk të bën sens meditimi, thjesht frymarrje të thella, edhe foli vetes. Do thotë kjo puna me mendjen, vetëm cekja vetes është një gjenerat që ndoshta thjesht nuk din diçka tjetër, vetëm me ngacmu dikon tjetër. Dhe mos harro, gjithkush që nuk është mirë me veten, ngacmon dikon tjetër. Dhe ti vetë fakti që po kërkon këshilla mbi meditimin, kjo edhe je këtu sonte, kjo tregon që ndoshta je i hapur që me marr informata të cilat kanë me ndihmu tutje. Dhe ma e lehta që mundesh me e bë është thjesht me e bind veten që gjithçka që të tjerë thojnë, ata po e thojnë për vete, sepse ata po nihen brenda vetes ashtu. Prandaj po i thojnë ato fjalë. Kështu që thjesht vazhdo rrugën tënde, vazhdoj ngritjet tua, vazhdo punën me veten. Nëse dëshiron me fillu me meditimin, fillo me frymarrje të thella. Kur ata thojnë ashtu, ti vazhdoj mësimet tua, ngrite veten, avancoje veten çdo herë më shumë, merr me aktivitet fizik. Do thotë ngrite vetbesimin te vetja dhe mos lejo fjalët e askujt që të ndikojnë. Po e përsëris prap. Gjithçka që tjerët na thojnë neve që nuk është e mirë, mbarë në mend, persona që janë vetë brenda, jo rahat me veten, ngacmojnë të tjerë jashtë vetes. Po shpresoj që është një përgjigje që të ndihmon, po unë japa një përgjigje vetëm nga një rresht që e lexova, kështu që nëse ka nevojë diçka ndihmë më shumë, mundesh më shënua edhe privatisht. Si me bë veten, për me thënë me shumë vetbesim, e jo veç me bë vetes çelin. Vetbesimi është po ashtu një temë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Në fakt, gjithçka lidhet te vetbesimi.
po patëm vetbesim, atëherë triumfojme. Keni pa ka njëherë që i shohim do njerëz me vetbesim dhe thuve që ta kisha pas pak një dozë vetbesimi sikur këta. Fillonja me gjithçka lidhet me trupin, mendjen, shpirtin. Fillimisht, këqyre trupin, që shjetu qëndru. Që kjo pozita jam që ta shështu nuk është bashkë e dukura, kështu që fillo me trupin, ngreje fillimisht trupin, rri në pozitën e fitimtares, rri në pozitën e një personi që po e dashuron jetën, po don me i marrë të mirat e jetës, po don me qenë në shëndet të plot, po don me nis gjana të reja në jetë, po don jo veç thjesht me e bë një punë sa me nxjerr dita ditën, me nxjerr muj, po thjesht po kërkon më tepër nga jeta dhe automatikisht ka të ktheve mendjen drejt, ngreje kokën, jo në terma që jemi mësu keq po e ngrejt kokën lart ose çka do qoftë, po ti po e ngrej kokën që thjesht trupit mja jap një sinjal, sistemit të nervor, ja jep një sinjal që ti nuk je në rolin e viktimes, po je në rolin e vetbesimit të plot. Kjo është e para. E dyta, mendja. Prandaj e kom da këtë temë sante. Trupi ishte e para. Ja qënë trunit tanë sinjalin që hej, unë du me rrit vetbesimin edhe du me u avancu në jetë. Dhe qëndrimi i trupit automatikisht ka ndikim. Provojeni, unë gjithmonë dhamë, mos më besoni, provojeni. E dyta është mendja. Përdore mendjen si instrument. Çka në kupton kjo? Foli vetës, bindjet që vinë, ta shtyt vinë me siguri fjalë, jo nuk je me jaftushme, jo nuk ja del në një vend pune, jo nuk je mirë. Çka do qoftë që është e kundërta e vetbesimit, identifikoj, shënoj gjithë shka që ka po të thëtë mendja, edhe thuj, kush mi ka thonë këto fjali, kush më ka bind që unë nuk kam vetbesim, kush më ka bind që unë nuk mundem, kush më ka bind që unë nuk ja dal në jetë. Do thëtë, gjitha ato janë bindje, gjitha ato fjallë që ti po i nin, nga zoni e ti brendshëm, ato janë bindje kufizime që ta kanë ullë vetbesimin, sepse janë thonë nga bota jashtënish. Dhe pastaj e kemi bind vetën. Po realisht kështu, tani ka ndodhur në situatë një jetë që ta ka vërtetu që po s'po ja del, na jemi njerëz. Edhe nëse nuk ja dalim sot, ja dalim në një ditë tjetër. Edhe nëse bipe një provimi sot, është veç një shenjë me mësu pak më tepër që me hyja fatin tjetër. Edhe nëse nuk ka funksionu diçka, me marr me idenë me kthy që po mpret një dhuratë edhe më e mirë, po mpret një njeri edhe më e mirë, po mpret një situatë edhe më e mirë. Ka që ishte që mora mësim, kjo s'do me thonë që unë jam i dopt si person, po ka që pata me mora mësim dhe të ngritna naltë e ma naltë pastaj. Të tema e vetbesimit, pastaj hyn edhe aspekti shpirtëror. Integroje falenderimin, integroje lutjen, integroje mirënjohjen çdo ditë. Dhe po ashtu krijon një lidhje shumë të fuqishme edhe me krijuesin. Sido që ti e qun, unë po e di që po më kupton çka po du me thonë, dhe mos barë gjithçka veç me forca tua. Me thonë veç unë du të mi dhonë zërë, veç unë duhet patjetër me punu që me mu arrit gjanat komplet. Patjetër du të me jap 100% tonë, në mënyrë më të mirë të mundshme, me punu me trup, me mendje, me shpirt, po vjen në një pikë që ti e vren, hej, unë e dhash 100%, 1% le të mbetet të krijuesi, të Zoti. Dhe lutjo komplet me dashurinë e zemrës tonë për çka do që ti po ki dëshirë. Të rasti konkret, nëse po don me rrit vetbesimin, duhet punë, sepse njerëz mendojnë që vetëm turnet, po e ngoj një podcast, po bëj vetëm thjesht po rri. Jo, në jetë duhet të trija, sepse nuk jemi vetëm qenje pasive, jemi qenje që duhet me qenë aktivisht gjatë këtë kohës në lëvizje, kështu që duhet kombinimi i trupit, i mendjes edhe i shpirtit. Dhe po e shini të gjitha këto ku, cilën do që po e preki, cilën do që po e përmendi, të trijat po janë që janë brenda trupit tonë. Të gjitha sesionet, të gjitha libra, të gjithë mentorët, çdo njohuri, çdo resurs në përbot që është shumë i mirë. Jam shumë e lumtur që jam. Edhe vetë ju ofroj këto gjëra dhe kam i ofruar dhe s'kam u nal. Po fuqinë e brendshme, atë besimin e brendshëm, atë forcën e brendshme, na nuk guxojmë ja jap kërkujt. Me kriju varshmëri, a del një person edhe ma shpëton jetën, a del një situatë edhe ma shpëton jetën, a del dikush edhe jeta jam ka me u përmirësu. Bad news, jeta jonë nuk përmirësohet nëse na vetë nuk qohemi në kom me i marë frenat edhe me vazhdu për para.
Pastaj njerëz shtohen, rrethanat vijnë, gjanat pozitive shfaqen në jetë, po nuk e marrëm iniciativën vet, nuk ka shpëtimtar, nuk vjen kërkush. Dhe pastaj puna me meditimin ose çfarë do praktike tjetër ka shumë rëndësi për çdo sferë të jetës. Tu janë prej temave të cilat janë prej ankthit, prej depresionit, deri të smundjet që bota edhe shkenca realisht deri vonë i ka identifiku si kur të pashërushme. Nuk ka gjana që thjesht nuk marrin rrugë tjetër nëse na vendosim me i pa gjanat pak më ndryshe. Okej, po më kanë ik disa pyetje. Me ecë si me në madhe. E tash të me pas kujdes, se ju tash mundeni me dalë edhe me thonë, na kanë mësu me ecë pak si me një madhe, po thjesht jo si me një madhe, po me ecë me krenari, edhe me një fuqi jashtëzakonisht të madhe, edhe me një besim jashtëzakonisht të madh që për gjithçka ka zgjidhje. Unë kam një fjali që tham, nëse nuk ka një zgjidhje, nëse nuk e shohim një zgjidhje, atëherë janë 100, e s'po di me zgjedh cilën. Po, si gjithçka në jetë, pa hy pak me hulumtu gjanat, atëherë nuk mundemi me marrë përgjigje. Prandaj është shumë e rëndësishme që çfarë do pyetje që kemi, çfarë do ngarkese, çfarë do sfide, çfarë do situate që jemi përballë, të dim të parashtrojmë pyetje të mençura, jo patjetër gjithmonë ndaj njerëzve, sepse njeriu del ta jap një përgjigje, po ti ki me u marr pastaj me atë gjendje. Pyetje të mençme ndaj mendjes tonë, ndaj situatave të cilat duken kanë njerë që janë krejt pa zgjidhura, gjuje një pyetje me lutje, gjuje një pyetje kështu prej thellësisë të zemrës dhe ki me marrë përgjigje, o del një njeri ta jep, o thjesht vjen një ndjesi, o del dikush një libër ta jep, ose del një program, një podcast, del diçka. Vetëm duhet krijohet besimi i plotë që unë po kërkoj diçka, patjetër që ka zgjidhje. Nëse nuk është një, atëherë kanë me dalë shumë. Nëse nuk ka zgjidhje, atëherë ende nuk është fundi. Shumë e vërtet. Gjeva, faleminderit shumë që e shtove si informat. Atëherë vetëm ta shoh apo edhe diçka tjetër. Okej, atëherë koha iku shumë shpejt. Kur ndohet me kanë kështu e kufizume veç me një temë e vrej që mbesin ndoshta shumë gjona pa u diskutu, po që realisht kemi me mbajt sesione të ndryshme edhe tema të ndryshme. Ju mundeni me shënu edhe çfarë do teme që po keni nevojë me dëgju, edhe do ta diskutojmë bashkë. Unë patjetër që kam me pas shumë kujdes me informata që jap, sepse për mua nuk ka shumë rëndësi me u jap terma shumë ashtu të pakapshëm, sa ka rëndësi me u jap informata, sqarime të cilat na hyjnë në punë në jetën e përditshme. Dhe qëllimi i këtij sesioni sonte ishte që t'japim këshilla, rekomandime, ide të cilat na lidhin me veten, na mësojnë qysh me gjetë mënyrën me komuniku me veten. Ku përballë një sfide, një situate, jo me këshyr patjetër përgjigjen me marrë jashtë neve, po me shiku, me mësu, me kuptu gjuhën që shpirti, trupi, mendja, zemra jonë e din, e ndjen, qysh me mësu me i pranu emocionet tona, qysh me reagu në ato situata e gjitha këto me radhë. Atëherë po e fillojmë, kemi një meditim shumë të shkurt, që po ja bashkojmë pak saj teme. Ky meditim mund ta praktikoni gjatë krejt kohës, është i thjesht, po edhe me një melodi mbrapa, me frymarrje të thella, kudo që ndodheni, mundeni me kthy fokusin. Si praktikë të fundit që kisha pas dëshirë me elan, është që gjatë ditës, kur jeni të ecë, kur jeni në situata të ndryshme, në punë, në shtëpi ose kudo, vetëm pyet në veten, a jam këtu? A jam këtu? A jam këtu? Çka nën kupton kjo a jam këtu? A jam këtu me trup, apo trupi veç është këtu, e mend janë dikon tjetër. Me mendime thjesht apo jam në një botë komplet tjetër me mendime e vetëm po e shoh veten që po është sikur ajo lavatriçja që vetëm i sjell mendimet edhe ajo ta krijon çat ndjesinë, ndjesive dhe gjithçka tjetër që
veç të sjell në një vurbull, në një lup që nuk dërgon kërkon, edhe pyete, kërkoj vetes mbrëmje llogari. Çka bona sot për trupin, çka bona sot për mendjen, çka bona sot për shpirtin. Këto 3 pyetje, çka bona për trupin, a bona ndonjë aktivitet fizik, edhe 5 minuta ndonjë zgjatje, bën ja dan vetes që e ke bën. Çka bona për mendjen, mendjen e ushqen libri, bisedat me informata të cilat janë të mira, çka do qoftë që lidhet me mendjen, dhe anën tjetër për shpirtin, a falenderova, a u luta, a isha njëri pak më i mirë, ndoshta se sa një ditë më herët. Dhe këto 3 pyetje po duken shumë të thjeshta, por realisht sjellin një vëmendje, një vetëdije dhe një vëmendje shumë të madhe ndaj trupit, dhe kjo është qelsi. Po ditëm me kthy, me qenë pak më të vetëdijshëm në përditshmëri dhe jo veç me shku sikur airplane mode, atëherë që aty kemi fillu punën me veten. Dhe thot puna me veten është me sjell vetëdije në momentin e tanishëm, me mësu me komuniku me veten, me mësu, na shqipe kemi shumë mirë fjalin, me mësu me adit hallin vetes, me mësu kur me ledhatu veten edhe kur me i thonë se që tash është bëll, kështu të nejtë ndoshta vetëm të prit nga bota e jashtme, po me ditë si me i fol vetes. Problemi është që janë disa ditë që i veproj disa ditë që mendja është ngarkuar me aq shumë sa kur bi me flet thon pse kur gjë nuk ka mujt me bë. Okej, afirmimet mos ndaloni asnjë ditë, e vërtet, buki është shumë e vërtet. Ndërsa djellza është në rregull, mendja i ka disa hile të saj, tamam të filloni punën me veten dhe jo se mirë është ke jetu deri tash, vazhdo me jetu që ashtu që ke jetu dhe është okej. Mos duhet të tregojmë të butë në rrugtim me veten. Për shkak se nëse 30 vite kemi jetu me bindje të njëjta, me ndjenja të njëjta, me thjesht sa me bë ditën ditë, natën natë, me nxjerr mujin diqysh, normalisht që është më e vështirë me regjistru tash një program të ri, një verzion të vetes të ri. Thjesht është shumë më e vështirë me aktivizu fizikun ton, trupin ton, nëse një trup nuk ka pas asnjëherë lëvizje, aktivitet fizik, po që benefitet dhe të mirat pastaj janë të jashtëzakonshme. E këtu atëherë jemi përballë një vendimi, apo du të vazhdoj nihem ta kem jetën që kom pas deri tash, apo po du të integroj diçka të re edhe ta sjellë një verzion që më pëlqen. Unë kam shumë kujdes te kjo shprehja e lumturisë, për kufizimit të lumturisë. Nëse për një person është lumturi që thjesht me pas jetën ashtu si ka vendos me e pas, ndoshta për dikon tjetër nuk është ajo lumturi, atëherë tham vazhdo ashtu si është lumturi për ty. Kështu që kur ja përcaktojmë vetes çka po dojmë realisht për jetës, për shembull që po dojmë me integru aktivitetin fizik, atëherë që ajo le të bëhet ai inspirimi, dhe thot nëse e ki një vizion që ti po dojnë me pas aspektin fizik të trupit tën, atëherë kur ja kujton vetes se si ki me undi brapa palestrës, se si ki me pas qasjen në përditshmëri, se si ki me uni me plot energji, me plot pasion, se si ndoshta ki me qenë krenar që e mbajtë veten disiplinum, atëherë që ajo bëhet qelsi që ti me ngritë dhe me vazhdu me aktivitet fizik. Ose të meditimi, sidomos fillim kur nisim, gjithë pritojmë, nuk ka gjema një njeri që dhe po shkoj me meditum për qef, mas një kohë po, ama në fillim është pak e vështirë. Dhe nëse pretë thu, hajtë se kur njët na mirë, jo, fatkeqësisht nuk kime unë një mirë mja njës me meditim. Po kur ti do me thonë, e lidh me ndjesin që shti kimuni kur të kryhet që ajo, që shti kimuni në përfundim të saj, kur e din që kime unë relaksum, fizikisht më mirë, energjin më të madhe, nivelin e vedijes më të nalt, kime pas mundësit, pastaj me manifestu gjana të reja, nuk muj me manifestu, me kriju gjana të reja, nëse jemi të jetu në energji të mbijetesës. Atëherë kur e lidh, kur e ke një arsye, kur e ke një qëllim që është më i madh se sa vetja jonë aktuale, se sa ndjesi që i kemi pas tash 20, 30, 40 vite, atëherë ajo bëhet inspirimi edhe motivimi me vazhdu thutje.
Okej, po i shoh që janë edhe disa pyetje tjera, po vazhdoj me meditimin, do të kemi prap sesione, do të kemi hapësirë gjithmonë që të parashtrojmë pyetje. Jam shumë e lumtur që thjesht po ndodhin këto sesione dhe kemi hapësirë ti dëgjojmë edhe në gjuhë shqipe, edhe ti praktikojmë, edhe të bëhemi një komunitet, për shkak se po kthejna prap ashtu si fillova, kur punojmë me veten, nuk ndikojmë vetëm te vetja, po te çdo njeri që e kemi përreth nesh. Po nisim, po shpresoj që atëherë, po shpresoj që po dëgjohet muzika, më ndihmon dikush, po dëgjohemi mirë. Okej. Po dëgjohet muzika apo jo? Nështë ta mund të dikush vetëm e konfirmu. Okej, faleminderit Djelza, atëherë po nisim. Nisim ngadalë. Qëndro ulur. Merë një pozit që është përshtatshëm për ty. Relaksoj supët. Ndjej këmbët. Dhe ndjeje këtë meditim si kur është hera e parë që po e praktikon. Mos ke asnjë pritshmëri. Thjesht relaksoje trupin. Nëse ka mendime, vetëm lejoj të largohen për pak minuta. Thua ju, do ju kthehem pastaj, por këta minuta kam vendosur të relaksohem, dhe të ndjej qetësinë e shpirtit, e trupit, e mendjes, dhe të bëhem një me gjithçka. Dhe fillon ngadalë të marrësh frymë nga fundi i barkut. Merr frymë thellë nga fundi i barkut. Dhe liroje komplet, shumë ngadalë. Merr prap frymë thellë. Dhe ndjeje komplet trupin, si po mbushet me relaks, me paqe e dashuri. Dhe liro gjithçka ngadalë. Merr prap frymë thellë. Dhe liro komplet. Liro nofullën e poshtme. Liroj supët. Liroj muskujt. Lere trupin të lirë. Nëse ka ndonjë mendim, ktheve mendjen këtu dhe tani. Merr prap frymë thellë.
dhe liroje komplet. Ndjej sytë e mbyllur. Ndjeje peshën e trupit. Ashtu me sy mbyllur. Ndjeje ambientin ku je ul. Dhe ngadalë ndjej sikur para teje po shfaqet një verzion i yti me plot vetbesim. Me plot vullnet për jetën. Vetëm shikoje. Je ti me një buzëqeshje në fytyrë, me një siguri të madhe, me një pasion për jetën, me një dashuri e një qasje komplet tjetër. Shikoje vetën si po ecë me vetbesim, po i din të gjitha përgjigjet e pyetjeve tua. Je në shëndet të plotë. Shikoje trupin në shëndet, në energji, në pasion e dashuri të plotë. Si po ndihet ai verzioni yti? Po ndihet i lirë, me ambicje, në fisnikëri, në dashuri me botën, me punën, me njerëzit, rrethonat. Shikoje si po vazhdon të ecë. Ndjeje si po flet ai person, ai verzioni yti. Si po e kalon një ditë, ndoshta, komplet me një energji tjetër, me një qasje tjetër ndaj jetës. Vetëm vëzhgoje. Dhe ndjeje edhe me thellë atë verzion. I ka të gjitha dëshirat e plotësuara. Ndjeje tani. Shikoje si po përshëndetet me të njerëzit. Po ndihet i gjallë, në harmoni, në paqe, e dashuri të plotë, në një trup të shëndetshëm, me një mendje të kthjellët, me një shpirt të pastërt, me plot energji, po e dashuron jetën, çdo rrethon e gjithçka përreth.
dhe ndjeje si ai verzion po vjen drejt teje. Po është përballë teje. Po të shikon drejt në sy. Ndjeja sigurinë që po ta jep. Dhe afro edhe ti ngadalë. Është verzioni yt që po jeton pa frikë, me dashuri, me dëshirat e plotësuara. Dhe ndjej edhe me afër vetes. Dhe ndjej ngadalë si po të përqafon. Ndjeja duart në shpinën tënde. Ndjeja kokën, trupin. Dhe ndjeje si ai verzion po shkrihet komplet në ty. Me një trup në shëndet të plot. Ndjeje atë trup. Tani je në shëndet të plot. Me energji, paqe, dashuri. Me një mendje të kthjellët. Me një shpirt të pastër, të lirë. Dhe në harmoni me gjithçka dhe çdo kënd përreth. Dhe ndjeje komplet një freski në trup. Ndjeje një energji të re. Ndjeje në zemër si një fillim i ri, një pasion dhe një mall për një jetë të re. Një dëshirë e zjarrt që ta pranosh, ta duash, të kujdesesh për veten. Dhe jepja vetes një premtim. Çfarë do bësh nga ky moment e tutje për të mirën e trupit tënd, për të mirën e mendjes tënde dhe të shpirtit. Thuaja tani vetes me zërin e mendjes. Dhe ndjej si këto fjalë po integrohen në çdo qelizë. Trupi po i merr. Mendja po i pranon. Dhe çdo qelizë po pranon energji të re. Ndjeje trupin të lirë dhe merr frymë thellë. Dhe liroje komplet ngadalë. Merr pra frymë thellë. Dhe liroje komplet.
Kur do që e gati, hapi sytë nga dalë. Hapi sytë. Dhe kthehemi nga dalë. Këtu dhe tani. Dhe mbaje këtë energji në zemër, në çdo pjesë të trupit. Edhe atëherë, kur në përditshmëri ka ngarkesa apo çfarë do që sjell jeta, qëndro në fisnikëri, qëndro me zemrën e hapur, qëndro me guxim që gjithçka vjen për ne. Vetëm provo ta ndjesh komplet nga një perspektivë tjetër. Ashtu siç thamë, jo nuk ka zgjidhje, po ka aq shumë dhe unë do ta gjej më të mirën për vete. Mjafton gjejmë kohë për vete çdo ditë. Mjafton të marrim frymë thellë. Të kemi vëmendje të plot në momentin e tanishëm. Të lexojmë gjëra që na ngrisin energjinë, të rrethohemi me biseda që na mbajnë energjinë në këtë nivel. Sonte ishte një meditim shumë i shkurt, sepse është mirë në fillim të fillojmë qetë, ngadalë, të jemi të butë me veten. Por do të kemi edhe sesione tjera dhe patjetër që do ta ngrisim energjinë lart e më lart. Për çfarë do pyetje, për çka do që kemi nevojë, jemi në kontakt. Shumë faleminderit për fjalët e mira. Gjithçka që drejtoni kundrejt njerëzve të tjerë, në këtë rast ndaj meje, ju po e ndjeni brenda. Dhe nëse kemi aftësi të ndjejmë pak dashuri, pak falënderim, pak mirënjohje, atëherë të punojmë më shumë me atë pjesë dhe ta shtojmë çdo ditë më shumë, sepse nuk është që ekzistojnë gjëra të cilat ne nuk mundemi me ngrit në nivel lart më lart. Po thjesht na duhet që të lidhemi sa më shumë me veten dhe e kuptojmë si të lidhemi. Nuk është e vështirë, por don konsistencë çdo ditë nga pak. Si të zgjohemi në mëngjes, hala mirë pa i hap syt, të falenderojmë, të jemi mirënjohës. Nëse dhe vetëm një gotë ujë kemi mundësi me e pi, ndjej falenderim. Aty nis gjithçka. Ju përqafoj secilin, ju uroj një mbrëmje të mirë dhe shihemi prapë në sesionet e radhës.